Me se një doshër, jemi të ngu Pink Panthers me Girl Like Me. Jo bashkë se une. Po se Eliona që na ka ardhur në studio. Përshëndetje Elion. Mirë se erdhe, qysh edhe. Mirë se ju gjeta. Sa mirë me pas këtu në studio. Kur ma shpejt su i dikush direkt. Live me njëherë. Elion, si je mirë njëherë t'ju kalzojnë asa ne as knej. Apë shën as lojna që ashtu asa ne as knej. Vesh dush me janë njës me bol. Ju i një arsua pse punina edhe ane edhe knej. Për ne, qa do me thonë diaspora. Peshe qa do me thonë diaspora. Peshe që shpritet vlo, ti veç dosh me thonë mirë se vjen o vlo. Ako ne kom një me për mutra, veç për vlozën është kjo. Duhet me pas edhe për mutra, që s'ka e bujnë anajnë. E bujnë për hala, zakonisht e një për halat e diasporës, knoqën. Hajde, halëria jeme, hajde në skongë. Ja, se kom kru para 2 ditë. Ta mane Luna, orë për një dasmës. E kënu vetë për dasmës e ardha? Po vret, halo po duhet vret, halo sinuse. Elion. Ju dasma jem. Jo, tamam, puna që jo dasma jo, ti për speed dating e shet. It's an insider, please. Context. Kena Eliona Veshiren e cila ka ardhur në studio, vjen prej diasporës, po flasim për një festival të diasporës në Kosovë, ma në fund po vjen një festival i diasporës që organizohet prej diasporës, po që nuk është kësi festivali që na këtën shkurt e Feza, se shkurtin bishë që kena na qau adimin e na qau adimin e qojna për të ditë, po për të është një festival i cili thirët asane asne, Eliona është një prej organizatorëve, kena mundësinë dhe rastin me diskutu me to, Eliona për na kallëzëm pak ma shumë çka është as anej as knej. Festivali Asane as Knej është festival që nashta nuk ka nevojë hiç mu spigu tamam çfarë festivali është, se kush e nin fjalën Asane as Knej fillet din që është për diasporë, se gjithkush është like, I see what you did there, everybody relates to that. Se shumë shpesh na diasporës njem Asane as Knej, se atje jena Oslandera në Gjermani, ton jetën domethënë na presim ardh këto muni sikur të venit, veç për njerëz na bunive shatse, bet me bo Oslandera. Arsyeja pse ky festival është kriju është që mi bashku njerëz lokal të Prishtinës edhe krejt Kosovës bashk me shatësit, ose që është ti ki qef me fol shatësili. A u konë që ashtë të duke? Shatësilia, që a thema herët? Shatësili. Që vi be Azizin. Janë edhe shaca dhe Prishtina Ali. Shatësili. Really nice, right? He deserves an Oscar for that. Edhe ideja është që është, it's an art and culture festival, mi bashku njerëzit, edhe është një ekspozit një mujore në bashkëpunim me Heide Foundation në Grand Hotel, e kena katën e ku janë rreth 15 artista nga krejt bota që e kena fluturuar në Kosovë edhe veprat e artit, plus ajo është një mujore ekspozita, plus një program publik 3 ditor me në krejt Prishtinë, me shfaqje filmash, me diskutime, club nights, open air concerts, edhe flia workshop për shembull, writing workshop me ecën për Prishtinë, an alternative local guide tour, plus do me thonë që ajo nashta ma mërë. Dejshtu, jo, bashkë. Shumë Eliona, shihemi nesë. Po, edhe unë jam këtu bashkëpunu me Cindy Zenelin, që është co-director of the festival, edhe Blinera Gashi Gërvala, Blinera Berisha Gërvala, më falni, që është visual design director, edhe e ka bu krejt dizajnit që mune një me po në Instagram që është tepër nice, hinit të na Asane as Knej. Edhe jena të supportuar nga ambasadat gjermane, Zvicrës, Kosovës në Berlin, nga Ministria e Kulturës, nga zyra e kryeministrit, edhe fonde sa dush, veç artista apo. Veç ka njerëz që vinë, a vjen komuniteti Urban FM. A vjen Prishtinalitë. Po, pse se Prishtinalitë shtiri. Po Prishtinalitë sa kom hongëra me pina, në sens aty jena. Prishtinalitë Zvicrë. Sa problem. Ka punë tjera. Kena fli, kena arsikolla. Elion, po du me ta bëni pyetje, sa vështirë është mas pari, po du me ditë sakt numrin e artistave, sa artista kanë me marrë pjesë, edhe kallëzëm sa vështirë është me i gjetë krejt artista kosovar, shqiptar që jetojnë në vende tjera, që janë pjesë e diasporës, mirë po janë të punu diçka në fushën e artit, me i mbledh edhe me i pru këto që me i pru veprat e tyne ose me i ekspozu veprat e tyne para publikut të Kosovës, edhe me
po që nuk është vetë se jeni atje dhe është çaj mendimi për njerëz që jetojnë në diasporë, por ka rini shqiptare të diasporës që punojnë kogja mirë edhe në fushën e artit. Jena rreth 15 artista veç në ekspozit nga Belgjika, Netherlands, Gjermania, Zvicra edhe tjera vene. Edhe kemi rreth 15 artista që vinë në Kosovë veç për programin, do me thonë kemi autor ndërkombëtar që vinë me lexu prej librave tëre ose kanë workshop, për shembull Artan Islamaj vjen me Hidayete Islamaj nonën e vet, edhe kanë lexu bashkë kanë më ardhur, edhe a lexojnë dot? Po dit kanë me lexu. Edhe Hidja? Edhe Hidja. Edhe ideja është që gjithë me pas dikon lokal që e bën një program point me dikon t'jashtë që mu bashku edhe në koncert me mujt edhe çka unë mendoj shumë e rëndësi është që gjithmonë ka qenë që rinia diaspore na ka zbardh fytyrën jashtë ndërkombëtarisht, për shembull edhe Dua Lipa që çtash po kthehet, për shembull edhe Rita Ora, edhe Sabri Fizullahu edhe krejt që kanë bukur Sabria joni, po e di po e ka bukur për gurbetin. Ma e mira diaspora. Për një kohë dashur më ai mor Sabri. Diaspora është himni i Asaneas Krej. Edhe do me thonë rinia diaspore gjithmonë e ka shfaq fytyrën e Kosovës jashtë, e ka zbardhur edhe fytyrën e Kosovës. Jo veç Dua Lipa, po ka edhe shumë artista të tjerë që jashtë vendit Kosovës me verbrat e tyre i kanë mbledh njerëzit, kanë kallëzu për Kosovë, që edhe njerëz që nuk e dinë ashta ku është Kosova, që më kanë ndodhur shumë shpesh përmes artit o kun hera e parë që kanë pasur kontakt për Kosovën, edhe janë i kena artistat që janë të famshëm në Berlin, po edhe në Zvicër kena njerëz edhe prej Kosovës vet, edhe nuk është edhe çaq vështirë kur vet je lidhur me artin, unë punoj në degën e kulturës që ka 10 vjet, kështu që kam një farë community ka gjatë fort, që kena mujt me ndërtu, me kuratu këtë ekspozit. E kallëzom çfarë mediume kanë qenë veprat që paraqiten në ekspozit. Çfarë lloj artistave ka? Po, e kemi për shembull në video room ku janë dy punë video që i kanë bërë dy artista nga diaspora, Edona Kryuziu edhe Brota Jashari, edhe të dyat për shembull Edona Kryuziu ka bërë një short movie ku i ka përmbledh krejt VHS tapes, do me thonë kasetat e vjetra që në diasporë kena marrë ose edhe në Kosovë, që familja e vet i ka xheru përditshmërinë e vet në diasporë, kur edhe ku lufta në Kosovë, edhe për mos me harru familja në Kosovë që shën të përjetu përditshmërinë, edhe që ato video i kanë qu tani në Kosovë që me majtë kontaktin, edhe na dojna mi shfaq ato video, është një film 4 minuta për shembull, që e tregon përditshmërinë tonë pa Kosovën, kur nashta na s'kena mujt më kthy. Është një film për shembull, tani kena veprat artistike që janë instalim, sikur Adelina Sadriaj, që ka një vepër shumë të mirë, edhe kena paintings, do me thonë ka njerëz që kanë edhe photo exhibition, kemi njerëz që kanë me pas poezia, i kena 4 persona në moshën që prindërit tanë janë, do me thonë gjenerata prindve që e kanë lonë Kosovën, të cilët shkruajnë për që shokun për ta me lonë Kosovën. Edhe për neve shumë, jo, nuk janë kthyt, 3 persona që kanë ekspozitën me vepër poetike janë në Gjermani edhe në Zvicër, edhe njoni Sali Beqiraj që është një kushëri i jemi, ai nuk e kalon Kosovën kur, edhe ai shkruan prapë për identitetin dhe çka do me thonë kur sundesh me lon venin, po je i lidhun me nejt këto. Ideja e festivalit është me lon me fol edhe ata që s'kan mujt me dal, e jo veç ata që kanë dal, se na e dim, shumë e dim kanë njerë historinë e tyre që kanë shku, po nuk i kena fol me njerëz që s'kan pas mundsinë. Për shembull kur vllau i madh u bë, atë e kanë detyruar vllaun e madh me shku jashtë, ndoshta i vogli ka pas qef, po s'ka mujt të shku i madhi, and how was it for the people who couldn't go? Okej, interesante. Ka me pas workshopa, këto janë 3 ditë e para që kanë me konë ma aktive, do me thoni vjen prej një gushtë, prej 3 gusht është me 3 gusht është hapja e ekspozitës, edhe tani 3 deri në 5 gusht i keni çto aktivitetet edhe çto workshopat. Çka kanë me konë workshopat, për shembull një workshop që mundemi me ardhur edhe fresko, çka kishë mujt me bu. Juve ju kisha preferu me ardhur te flia workshop, që më mësu me bu fli me kënaq krejt familjen. E krelon me
qa, që Jo, që të herë jo, për tjetër në vit e marim idenë, copyright. Kush na mëson me po fli? I kena 2 gra nga Hasi që kanë marrë me na mësu me po fli, e masani është në fondacioni 17, e mas është sikur poshtë që e madhe atje, edhe masani kena me hongër krejt bashkë, sikur piknik. E sot flia qitë në anja, se na për Doket, jo, të veç 2 vete hanë, kështu që... Kështu që 4 Sa flia. të ushtru nuk mune. E bojna me protein, një fli me protein, business idea, qa po thuni, ata bojna një protein flia. Taman, na shqiptarët për 5 minuta, 5 biznesi, qelëm. Ta sha pyetja veç edhe mi zhvillu projekt. Veç edhe mi zhvillu projektet e kalzam. Edhe kena një writing workshop me Likona në Canën, që është e Prishtines, që është e lidhme me një guided tour through Prishtina, and everybody has like se po fuli anglisht kanë herë. Se krejt concept paper e kena në anglisht edhe po vështile. Jo, ama ideja është që me mësu na soll ich Deutsch sprechen vielleicht. Bash asa ne jasne edhe ne edhe kne. Edhe gjermanisht është pjesë e jamja. Jo, ama ideja është që njerëzit që vinë, sidomos shacit që kanë me mu regjistru për workshop, me pas një shans me njoftu Prishtinën tjetër. Do me thonë jo, që ashtu që shënjojmë na veç për kafe, për kluba, po për një me doj me njerëz të Prishtinë me po ku janë venet që kanë lujt rolin identitetin e njerëzve në rinin që nashta na kur s'kena mujt të përjetu Prishtinën qashto edhe kena qëtë workshop bashkë për qatë arsye që me pas një shansë ndryshme me përjetu. Çka ta merr menja, tash jemi të full për këtë periudhën e diasporës, na për një me kena periudhën e diasporës është se kur vjen adin kur është ajo periudha e detit që shkojnë ke detin neve na vjen diaspora këto, lahen në asfalt. Po jo, edhe ju vin diasporës po dhe shkoni në detit të dyja. Me diasporë. Në detit shkoni me ju ik shot. Na kena plus, na O çfarë në detit shkoni me na ikni. Jo, tamam puna. Edhe na lani Prishtinën për neve. Po, tamam puna, edhe jo e kallni ta. Jo ku të mëni shiritur. Jo bani shira. Çka do të më thon këto është që ka më koni është një numër i madh diasporës të cilët e frekuentojnë Kosovën prej datës 15 korrekt deri në datën 15 gusht. Ata merr me anja që a keni me mujt ose ka më bëu çaqe madhe që me pas sa më shumë njerëz të diasporës që marrin pjesë, po që ata njerëz diasporës me pas mundësinë me njoftu për një me bëu çat connection me njerëz të Kosovës. A ja u merr me anja që ka me pas një numër të madh ose ka njerëz të interesuar për një diasporës që vinë me përcjell në festival ose në evente të tilla. Po, na ka ndodhur që na kanë çu familjet për shembull, rebook screenshot në Airbnb që kanë pas më nejt në Prishtinë 2 ditë dhe kur e kanë pa që ka dalë festivali e kanë zgat se kanë thonë po du marrë me fëmijët. Fëmijët kanë shumë të vegjël, po disa familje edhe na kanë shkruar edhe për çata e kena bëu për shembull një lexim me bibliotekën e fëmijëve në Prishtinë, ku vjen një autor nga diaspora, po çatë ofër, që vjen një autor nga diaspora me një libër që ka shkruar dhe ka emrin A ka ari në Kosovë, edhe libri po edhe ari inshallah ka, po Arinja. A ka Arinja në Kosovë? Did I say it wrong or are you making fun of me? Çe shatë që drejt tani. Çe vish na përkesh ti neve. Edhe bon mirim të fush që vish një gabim e bona një gabim e bona të gabimin. Na has nuk kena të gabim mas nuk tham kur gjë. Jo, së dërlea dillit. Së dërlea dillit. Vesh momendova që tha, a ka ari në Kosovë, ka Arinja, nuk e niva njën. A përsha? Se nuk I di krejt. Një Kosovë. Jo ti pide në krejt, po a ka Arinja në Kosovë? Is there any beer in Kosovo? Që as anglisht s'po di. A ke birja? Po që s'ka bite Kosovës. Edhe ideja është që edhe familjet e mujt më ardhë për shembull me fëmijë edhe me pas një program point që edhe fëmijët që janë prej diasporës më kënaq, po në përgjithësi na kanë shkruar shumë njerëz followersa që kanë marrë me familje edhe me familjet e Kosovës që të ata që shkojnë verës me bujt me nejt me thonë. Po ideja është edhe masi është sa një hilli me dytin edhe na e dim që krejt jashtit kanë më shku që masi të kthehen shpe edhe flejnë e kryjnë gjumin mas sa një hillit e kanë next program point të na edhe vazhdojnë apartit të na do me thonë. Edhe besoj që kanë marrë shumë të jashtit, po neve na kanë shkruar edhe prishtinalitë që ajo po më pëlqen. Njerëz prishtinalitë që na kanë vërtet s'ka met shumë, po ata të paktën na kanë shkruar dhe na kanë thonë që edhe për ata të Prishtinës dhe të Kosovës përgjithësi ky projekt është I mirë se edhe për ata që shpëthu ti, për dona është ta akon si penges kër I na ardhna, po ka edhe njerë që thonë kër I një ardhë jo, për neve na ka fillu vera. Do me thonë që atëherë edhe atmosferën e kena, normale,
E di që bojmë ka njëherë grumëllëm edhe bojmë krejt kolon Prishtinën e Kosovën, po është edhe një farë atmosferës që veç me neve. E rëndësishme me taksi sillen e nuk është që kemi sa. Po, veni, këto parët e harxhani, mos janë, jo shumë të mirë, jo shumë të mirë. Veç për parë edhe për sa parët e mia, dhurata keni vru dhurata, mos. Jo, tash këtu ju i keni punë më mirë se na. Ska dhurata ku të fundit diçka. Gjermania i nuk është për para. I kena mësu edhe çokoladat i kena mësu. It's not the same anymore. Ju thajshëm, e tash çka po duhet të thonë është me datën 3 pasi e keni hapjen, besoj që ju atë jeni hapje dikon deri në ora 7-8 prej orës 6 edhe na kena një aktivitet shumë mirë, që rezonon me juve, mirë po masi që e kryeni mundi mi marr këtë diasporën edhe me ardhë. Krejt kena marr. Me 200 veta kena marr. Inshallah ti merr 200 veta më pari, inshallah i mbledhni 200 veta se valla më shumë kanë më marr. Nëse bëni diçka më shumë, atëherë kom ja ulon krejt festivalit e artit mi bë diaspora. Ja kish vlej. Tani më edhe për vitrime bën. Ja. Ma të mirë bon kur i bashkëpunojmë. Po kur i bashkëpunoni gjithçysh, po jo me konkurresort. Jo nëse i bëni më shumë se 200 veta. Ata bojna challenge atë. Ata bojna challenge që i vrej tash nëse ato janë për me 200 veta, edhe festivalin tjetër keni me bu. A mendoni që festivali duhet me kon çdo vjet? Po, besojmë që ka më kon çdo vjet, po për momentin e kena një request më ardhur në Londër from an art house, edhe me ambasadën e Zvicrës e kemi biseduar me prunën e Zvicër festivalin. Domethënë ka më kon sikur festival nomadik që ka më kon çdo vit tjetër kon, po bashkëpunojmë shumë me artista nga Shqipëria edhe Maqedonia, sepse dona edhe me tregu që më kon shqiptar nuk do me thonë veç që je i Kosovës ose i Shqipënisë, po ky identiteti është për shembull edhe mi prezantuar edhe njerëz që vijnë prej Maqedonisë, shqiptar minoritet që ata për shembull i bojnë veprat artit edhe për çka do me thonë më kuni të diskriminuar në Maqedoni, edhe ideja është edhe atje me shku. Kështu që edhe ata merr mendja që një pjesëmarrje e madhe si që tash që janë 17 artista, çdo vjet ka më shku tu kon në çet nivel ose ka më urri. Ata merr mendja që ka çash numër të artistave shqiptar në vende evropiane, diaspora shqiptare që janë të bu sa më të mirë asaj për këtë artit. Na e kena nis listën, brainstorming listën, mi mbledh artistat për vitet që vijnë, edhe veç tash e kena një 4 faqe full me njerëz që na interesojnë, domethënë unë besoj që artistat janë të ardhur sa më shumë se gjenerata e parë e prindve të mi për shembull, ata e kanë lënë Kosovën me punu në Gjermani, edhe i kanë imu familjes të vet shumë në Kosovë për me ndërtu këtë jetë që e kanë sot, po gjenerata e dytë, domethënë gjenerata e jam është ajo që ka privilegjin me u mirë me art, me mirë me kulturë, me bëu diçka tjetër se nuk jam në çat krizë me mbijetu se prindvet e mi për shembull. E për çata mendoj që gjenerata jon është ajo gjenerata që mirret më shumë me art dhe i përpunon edhe traumat e prindve, edhe traumat e migrimit që shumë shpesh janë konë të lidhuna me trauma në mënyrë kulturore, për çata mendoj që ka shumë shansa me gjetë njerëz të ri. Edhe kjo është për shembull ideja pse bëjmë festivalin, se ka shumë njerëz që nuk e dinë ashta që vllau vet nuk i ka pas punë çaq mirë në Gjermani. Se na mendojmë këta të këtu është këta vinë me Mercedes. Po pse e kanë për shembull ka familje që e kanë një banesë të vogël, janë 3 persona, ose janë 5 persona e kanë një banesë me një dhomë për shembull. Po në Kosovë kur vinë kanë Mercedesin, tash ta mundemi me kesh ata, ose mundemi me menu çka është arsyeja pse ata çaq shumë e vlerësojnë me pas një Mercedes, sepse kthehen në Kosovë kanë qef me kallzu që na kena bo diçka me migrimin, nuk e kena bo pa lidhje, po it's a sign of nuk kena dështu, edhe pse nashta kanë dështu në një farë mënyrë se jetojnë social, jo që kanë dështu ata personalisht, po strukturat në Gjermani, në Kosovë nuk e dinë shumë shpesh, janë shumë diskriminuese në shumë aspekte, ka shumë racizëm, ka shumë bad structural ways of how the country is built, që shumë njerëz që shkojnë në Kosovë edhe pse punojnë 40 vite kur nuk ka me arrit aty ku arrisin, që fjala arrisin, a ekziston fjala arrisin se ekziston. Prej sotit ekziston. Që nashta kur s'kan me mujt me arrit aty ku dojnë. Po, edhe ideja është që për shembull mi tregu njerëzve edhe në Kosovë, kur vinë aty mi pa vepra, që shokon për vllahun tonë që ka lënë Kosovën, a ka çaq mirë, ai ka pas punë çaq mirë, janë poezit e prindve që kallzojnë që janë diskriminuar, se çka kanë përjetu, ka shumë raste që edhe i kanë myt njerëzit që i kanë migruar në Gjermani, there's a lot of racism, edhe për këto kena vënë në festival. Do me thonë, nuk është festival që veç ka zonë, wow, sa mirë është me që njash, po ma shumë edhe një farë mënyre me kritiku migrimin, edhe me të kallzu drejt, është edhe
një farë mënyre mi po njerëzit që e kanë lunë venin, edhe që vinë për shembull prindet e mi kanë më konë hapje, prindet e artistave kanë më po hapje, autorët në gjeneratës prindvet mi kanë më konë hapje, to give them also an appreciation. Mi të regu, Mi marrë lullet. Po, mi marrë lullet, se si kanë marrë lullet kur. Ata e kanë lunë ashta jetën atje, ka shumë njerëz që kur mos janë kthy në Kosovë, kanë thonë kam me punu 5-6 vjet, e bëj shtëpi në Kosovë dhe kthena, shtëpinë ja kanë ndërtu vëllaut vetë kur su kthy. E këto janë për shembull arsyet pse e bojna mi vlerësu njerëzit që e kanë lunë Kosovën edhe kanë ndërtu, se me këshir hall Kosova ku është sot ka shumë të bëjë me njerëz që e kanë lunë Kosovën, edhe për shembull edhe nuna jeme me 19 u shkuën të Zvicër me jetu, edhe çat sakrificë që e ka bos sot i kanë imu familjes vetë më kun ku është sot. Edhe pse nashta nuna jam si ka punë më të mirë heq se ata që janë në Kosovë sot. Është një rast që shumë shpesh e një prej njerëzve kjo. Po të ndërlidhet është një farë zinxhiri që Po, edhe normalisht në tjetrën anë qysh o kom për ata në Kosovë, kur vishim na, edhe thojshim qëre sa parit i kena na, qëre që kena nashta se kena pas heq, edhe, apo kupton, është një farë mënyrë me hi në dialog, edhe me kuptu njënin tjetrin. A vëshe? Shumë jeni të mëllim të diasporës, s'ma i mos. Ma shumë qipnis pak, po. Kamera, a përshëri që është të kojt. Nale këtë mision, A ban kongën të lutem. Hajde të lëm kongën këshëllim. Qa mas ju përmen Me të kalzu drejt konga jam, nëmër 1 për kurbet është o vendi im nga Muharrem Qena, edhe ajo konga e Jusuf edhe Bardhosh Kërvalles, që është do kthehem moj nënë, edhe pse kur nuk u kthy Jusufja as Bardhoshi se i kanë myt në Excel në diaspor. Edhe konga thot që pritom do me thonë nanë se jam të u kthy, adin mos i kry punë hala se kena me ardhë në Kosovë, po s'kan mujt, e kthehem na sot. Te i paske kongë, do me thonë ku i gjete këto kongë në ashtina apet në fund me kaj. A përshë? Ka me arrit në shumë e A taknojmë, hajde taknojmë. Ja, moni. Moni se qërë të asa, ne as kënej ka njerës që kanë me knu aty. Shufë, Së ngëj pa se të na, për një me kena me pas koncert me Irezën, ashta e keni digju Irezën, që ndërkombëtarisht është të marrë shumë vëmendje, edhe në Sunny Hill, ka me shku për na e kena ftu mas pari. Edhe La Fazani ka me krutën apo e kena edhe Agona Shporten, me Tringa Sadikun, edhe një band nga Istogu, me 3 bura ma të vjetër, që kanë me bu kongë në hapjen folklore me kongë të vjetra të Gurbetit, që edhe do me thonë gjenerata tjera që na të më knaq, edhe me kalzu që na intergenerationally na të lidhën, edhe pse nashta kena përjetu se në të ndryshëm. Sikur unë për shembull që i di kongë të vëllezërit Kërvalla për mesh, edhe pse jam gjenerat krejt tjetër, besoj që është shumë rëndësi. Kur o përban kjo puna që festivali ka me qenë nomad edhe me kalu në për vende tjera atë botës, ata merr meja që artistat e ri shqiptar munën me shku prej Kosovës në për qëto vende të caktuar vitet të ardhshme, qofse Erza vjen prej Gjermanisë në Kosovë, edhe pse La Fazani është këtu. A mundet La Fazani me shku në Londër. La Fazani mundet me shku gjithka, ai gjithka është i ftuar. E kuptueshme? Ama po, ideja është që kur e bujnë ancuri për shembull, gjysën e numrit të artistave me pas prej jashtit, po edhe për Kosovës, që ashtu do me thonë është ideja, edhe gjys, që gjithmonë me pas historit prej venit am, do me thonë Kosovë, edhe me pas historit e njerëzve që janë jashtë, kështu që nëse e bujnë ancuri, normalisht që kena me ftu artista prej Kosovës. Edhe pse me të kallzu shumë drejt, pyetja jote kesh. Po për Prishtinës. Jo për po që atë problemi, ideja është që unë jam e PS, jam. Ideja po na kena një barin. Jo, po qërë një kritik shumë e mirë. Na i kena një barin. Është një kritik shumë e mirë. Është një kritik shumë e mirë, sepse e kena menu pse vish me bon Prishtinë, se Prishtina lidhet me kulturë, edhe i lojmë anash qytete tjera që nashta kanë shumë kulturë. Edhe qytete tjera lidhet me kulturë, nuk do të thonë se Prishtina është e kulturës, ose veç artistat e Prishtinës. Po dhe, edhe nuk artista prej Kosovës, vetë Petriti Hajde Foundation është i Drenicës. E për që ata, ideja është mos me bu veç në Prishtinë. Po da, nashta e bujna në Gjakov, nashta e bujna në Deçan. Gjakova e guqe? Se mos me bu në Prizrem, se mos me bu në Deçan. Qa ka i stogu? Kur zheq? Qa ka i stogu? Istogalia, i Kjo ka të është dhria. kongë e mirë, qa ka i stogu? Ata shkru që tash live, freestyle. Nesja se te pas, ja pas ke durën edhe për më shkru. Ja, diskutohet për Po mdo këtë Elon që e kena përmbledh goxha mirë festivalin edhe krejt ata që përna
angojnë veç kanë mujt me I marrë gjitha informacionet sa I përket festivalit, po shpresoj që në festival për një me pas audiencë, për një me kun ma shumë se 200 persona ose me kun 200 persona në hapje, a që I shkon një sen shumë I mirë që kish kallzu që një gjahë t'il po funksionon, edhe që ajo connection për një me ka me lind diqysh që aty mrena, sepse vetë prej faktit tonë me shku aty mi pa 5 njerëz si te që janë, kejtve ju folje dhe me kejtve me krejt kom fun. Po, ama për shembull na I kena edhe një connecting night me Bubble Pub, ku bash është arsyeja që bash për çet arsye po takom që për një me mu njoftu, kena me pas kena bu framing rakia night, do të thonë ka me pas raki, kena me folje me zvete, ka me pas lojna që njerëzit për një me mu bashku, edhe në koncertin e La Fazanit kur ka pauza normal që kena me mujt mi bashku njerëzit, edhe kena Nuk ka një kon karaoke. La Fazani dy kom një humor. Diaspora knoj, no. La Fazani seriozisht diaspora dy humor. Elon, faleminderit shumë për kohën, faleminderit që ka ardhur në studion. Jo, faleminderit ju që keni më voni mirë. Kënaqësi me të pas këto, edhe po shpresojmë që gjithçka më shku mirë. Edhe unë shpresoj ju ftoj me gjithë ekipën, normal. Ftesën digjitale që kam ju jap sot. Krejt ekipën. Edhe pse jeni booked already për krejt vitën. Faleminderit. Pse ka shumë zonë, shumë festivale me shumë sen, po për diasporë. Edhe na shtave që edhe një herë hapja është me tretin gosht në ora 4:30 çelën dyrë, do me thonë, po kështu tamam kena me anis në 7, edhe kena me pas edhe Albin Kurtin, kryeministri I Kosovës atë që ka me majt fjalë. Në detyrë është për një. Edhe po se Albin Kurtin është ama yes, he's Albin Cutie. I saw the video by the way, very sympathetic. Ama është njëri që gjithmonë ka ditë vlerën e diasporës edhe ka ditë qysh me përmbledh. Edhe votat I merr për diasporën. Po se na në diasporë dim çka është mirë.